kur vizitojmë qytetet turistike dhe ata individ që operojnë me ato barkat apo skafe që marrin ata pasagjerët për t'i çuar nga një destinacion në një destinacion tjetër, sa herë janë kthyer në burim aksidentesh si për pasagjerët ashtu dhe për pushuesit aty pranë për shkak të mungese të një vend ankorimi. Tjetër element kryesor është dhe ekonomia detare. Sa të ardhura ka humbur Shqipëria ndër këto vite, sa vende pune ndërkohë ka humbur për shkak të mungesës së porteve apo dhe të marinave të jateve. Pra janë shumë faktorë që kanë ndikuar, le të themi, në zhvillimin e ngadalt apo të pakt të kësaj industrie. Në ditët e sotme kjo merr një rëndësi të veçantë pasi Shqipëria po kthehet, le të themi, një perë në Ballkanin Perëndimor dhe tashmë po shihet si një aset i investitorëve të huaj që duan të vinë të investojnë në Shqipëri. Por, ne e dim që të gjitha projekte që janë në turizëm janë komplekse dhe përtej apo përveç atyre hoteleve luksozeve, njësive të shërbimit, përfshihet dhe ndërtimet e porteve turistike dhe të marinave të jateve. Por, kuadri ligjor e vështirëson operimin e këtyre investitorëve strategjik si vendas dhe të huaj për ndërtimin e porteve turistike brenda njësisë të investimit strategjik, që do të thotë, në këto momente ne kemi përplasje, kundërshti apo mbivendosje të dy ligjeve, të ligjit 9710 i vitit 2007, që është ligji për portet. Për portet turistike, dhe ai numër 55 i vitit 2015 që është për investimet strategjike. Ligji për portet thotë që ndërtimi i porteve pra duhet t'i kalojë një gare konkurruese, ndërkohë ligji për investime strategjike ka procedura më lehtësuese dhe ka pasur aplikime sidomos në zonat bregdetare ku investitor të shumët janë përballur sepse institucionet të ndryshme e kanë implementuar ndryshe këtë investim, kurse institucionet të tjera kanë bërë një interpretim ndryshe dhe për shkak të kësaj kundërshtie ka pasur vonesa. Pra, ju po thoni që ligji për portet bëhet pengesë për investime në infrastrukturën portuale në funksion të turizmit. Duhet një harmonizim. Dhe duhet që unifikuar ligji i porteve me ligjin e investimeve strategjike. Po, tek ligji... Po, duke shmangur garën, synon shmangjen e garës, ndryshimi juaj apo është një keq interpretim? Është një keq interpretim, pasi në momentin që një investim strategjik është miratuar nga Komiteti i Investimeve Strategjike, ai ka kaluar të gjitha hallkat dhe filtrat edhe të kontratës koncesionare. Dhe pikërisht tek neni 6, ai paragrafi që shtohet, është vetëm për ato investime strategjike ku në tërësinë e tyre porti është pjesë përbërëse apo pjesë integrale. Nëse porti do të ishte si një projekt i vetëm, atëherë ai do t'i nështrojësh të gjithë garës konkurruese dhe kuadrit ligjor për sa i përket koncesionarit. Çfarë keni propozuar ju? Është një konkluzioni juaj, apo ju jeni zë i një interesi më të gjerë ose një interesi që shkon dhe jashtë jush si individ? Jo, absolutisht. Unë faktikisht jam konsultuar dhe me Ministrinë e Turizmit, atë të ekonomisë, duke qenë se vide nga qarku i Vlorës, u interesova dhe për projektin në ishullin e Sazanit, dhe aty më lindi ideja që filluan dhe diskutimet për ndryshimin e këtij enenit 6 të ligjit 9710. Sepse në momentin që një investitori që do vi të investoj në ishullin e Sazanit, ne i themi investitori që unë po ta miratoj këtë projektin strategjik, po ta jap dhe ishullin në përdorim, ama atë portin turistik apo atë marinën e jateve, dale pak se unë do ta kaloj në një garë konkurruese. Atëherë e parë kjo, dhe ne vetë duhet ta vendosim pak veten në anën e investitorit strategjik. Çfarë garancie juridike do të ketë investitori, çfarë garancie ekonomike do të ketë investitori, që ky port që ai e ka projektuar vetë do të implementohet ashtu siç ai e ka planifikuar apo e ka konceptuar.
Pra, ose mund të zgjat dhe vonesa e ndërtimit të Qartë, portit. kuptoj. Si do ta aksesoja ai ishullin? Të dashur kolegë, kërkoj mirë kuptimin, por qëndroj dhe në qikë me zonjën deputete për të kuptuar, jo vetëm unë, por dhe ata që na ndjekin,